janë disa gjana që në mes televizionit i kena pa mërës, po si kena pa sikur këtu. Po, shumë pash, si Femilla Drovsin. Dëshmi për luftën, pat shumë intervista, pat shumë dëshmi të cilat e tregojnë qartë luftën e Kosovës. Shikues të nderuar, jemi në shtëpinë në Reporting House, këtu ku vazhdimisht ka pamje, ka dëshmi, ka artefakte të cilat dëshmojnë atë se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës së luftës në Kosovë, nga të dhënat të cilat janë pranë Reporting House vetëm gjatë ditës së sotme, në ditën kur shënohet edhe 18 vjetori i pavarësisë së Kosovës, ku pati një parakalim të forcave ushtarake policore, gjithashtu aktualisht është duke u mbajtur edhe marshi gjithë popullor me më të drejtësi jo politik në kuadër të asaj se çfarë po ndodh në gjykatën e Hagës, pasi zyra prokurorit të specializuar kërkoi një dënim, propozoi një dënim për secilin nga ish-krerët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës me nga 45 vjet dënim me burgim. E në anën tjetër, vetëm në Reporting House gjatë tërë këtyre aktiviteteve të cilat kanë ndodhur gjatë ditës së sotme deri në orën 15 janë shënuar 600 persona, janë regjistruar 600 vizitorë të cilët kanë parë nga afër ato çfarë ka mbledhur Reporting House për muaj me radhë, prej kur është vendosur në ndërtesën e ish-gërmisë këtu në sheshin Skënderbeu. Për herë të parë edhe deri më sot se kum ditë që ekziston këtu. Ç'është po duket? Shumë mirë, janë disa gjana që në mes televizionit i kena pa mërës, po si kena pa sikur këtu. Gjithat për një herë, po ndoshta shpesh herë i kena pa, po s'kena mujt t'i mbajmë sikur këtu që shpishoh me mend. Po, shumë pash, si Femilla Drovsin, demonstratat me presorin, tash ndul prej që u ka prim presori me studenta, gjithat i vizitova i pash. Personalisht kom marrë se t'ju bashkan gjitë në atyne, me gjithë se pak koha e vështirë dhe një pak në muze. Me gjithë se është turp për prokurorin, e cila ekziston atje në gjykatën speciale në Hagë, që thot që një Hashim Thaq i ka tratue generalin me hyj apo ata tjertë të Amerikës. Kurse Hashim Thaqi me këta ushtarë që ka qenë me disa pushk thjeshta po është duhet të mbron pragun e shtëpisë. Dhe mos na lan që të hynë mrena që kanë hinë policia dhe ushtria sërbe, me gjitha ta, është edhe për ata shumë turp dhe ta morin shpirtnisht, sikur Serbia të ishin familje tyne, posa qërisht kryprokuroria. Veç dhe ta merë prej zemrës, nuk jam për ata që të hinë dikush edhe asalja në familje, po jam për ata që qysh mundet me thonë aja që terrorist janë ushtria qeverimtare e Kosovës, kur ata kanë ardhë dhe na kanë djegë, na kanë masakruar në për shtëpia tonë, se ne s'kena shku në Serbi atje që t'i bojmë këto masakra. E është turp për atë prokurori. Jo, realisht kjo është tjera parë që erdha në këtë ekspozitë dhe më la përshtypje shumë të mirë. Mu si historian më pëlqejnë këto dëshmi për luftën, pat shumë intervista, pat shumë dëshmi të cilat e tregojnë qartë luftën e Kosovës, dëbëmat e Serbisë ndaj civilëve në Kosovë, poshtë disa dokumentarë shumë të mirë, pëlqyjnë të cilat e tregojnë edhe për mënyrën se si janë trajtu civilët shqiptarë për vështirësitë e tyre gjatë luftës. Sa është e rëndësishme në këto situata me pas dëshmi të tilla, me pas rrëfime të asaj se çka ka ndodhur, me rujt me një farë forme dhe atë se çka ka ndodhur në të kaluarën në Kosovë? Është besoj që shumë e rëndësishme për vetë faktin që tregon se lufta e Kosovës ishte për liri dhe pavarësi, ishte për mbrojtje e nuk ishte luftë sulmuese apo pushtuese ndaj dikujt. Lufta erdhi për shkak kur mohuan të drejtat e neve si shqiptar të Kosovës e jo për shkak që ne dëshironim që të luftonim me dikë apo të tregoshim agresorët. UÇK-ja dhe populli i Kosovës nuk ishin agresorët, ata u mbrojtën nga agresori.